Shikues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhet në emisionin Intervist. Siç e shikoni, ne jemi akomoduar në një vend në natyrë, ashtu si çdo të jetë edhe e ftuara jon kësaj here. Në një kohë kur ritmet moderne shpesh mbizotrojnë në skenat muzikore, ka ende artistë që e mbajnë të gjallë frymën e traditës, duke na rikujtuar rrënjët tona, përmes tingujve të lashtë dhe veshjeve që flasin më shumë se sa fjalët. Sot kemi kënaqësinë të bisedojmë me një instrumentiste, një artiste që nuk i bie vetëm lahutës, por edhe instrumentave të tjerë tradicional. Ajo spikat një figurë shumë të veçantë, jo vetëm luan me mjeshtri instrument tradicional, shqiptare siç është lahuta, çiftelia, fyëdhi, por edhe ngjitet në skenë e veshur me një nga simbolet më të vjetra dhe më të rralla të identitetit ton, xhubletën. Xhubleta, kjo veshje shekullore e grave shqiptare, nuk është thjesht një kostum popullor, është një deklarat identiteti, një akt krenarie dhe respekti ndaj historisë. Atëherë unë kam kënaqësinë të ju prezantoj me instrumentisten Lumturi Nonaj, e cila sot për herë të parë do të jap një intervistë për TV-in, duke ndarë me teleshikuesit eksperiencën e saj. Lumturie, mirë se erdhe në emisionin Intervist. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Jam shumë e kënaqur që po bëj këtë intervistë kaq interesante. Atëherë Lumturia, mund të na thoni se si ka nisur rrugtimi juaj në këtë fushë me instrumentet dhe cili ka qenë instrumenti i parë që keni luajtur? Ka qenë viti unë që 12 vjeçe e kam moshtruar lahutën. Pavarësisht se në skenë kam dalë shumë vonë, kam dalë në vitin 2004. Por si fillimisht desha të përmendi edhe arrin tem, Indjeri, ai nuk jeton më, Gjok Nonaj, është legjendari i lahutës, ka fituar 2 çmime të mëdha ku çdo rapsod në takimin e rapsodëve dhe kudo që bëhen festivalet marrin titullin Gjok Nonaj, lahutarët ose instrumentistat. Të unë vi nga familja e madhe e lahutarëve Nonaj, 4000 vjeçare trashëgimtare e lahutës, edhe xhubleta po ashtu është 4000 vjeçare, si lahuta, si xhubleta, sikurse edhe trashëgimia jeme. Dhe rrugtimi jam ka qenë pothuajse shumë i gjatë, por në vitin 2004 unë bana lahutare, domethënë profesioniste me fillimin e parë, sepse u laurova me çmimin e parë dhe që atëherë deri më sot, deri në 2025, unë vetëm me çmimet para për herë, fal familjes teme, babës, vëllezërve, argjës dhe trashëgimisë që kam në breza dhe që fitoj. Atëherë, cili ka qenë instrumenti i parë që ju keni mësuar të luani, pra që ka ngjallur interes për ty dhe menjëherë e keni marrë në dorë për të filluar këtë rrugtim? Për herë të parë ka qenë çiftelia kur isha 5 vjeçe. Isha e vogël fare dhe vëllezërit e mi, kam 4 vëllezër, Nikola, Luiçi, Gjitja dhe Gjoalini, të gjithë janë artista dhe ata po luanin çiftelin. Unë mora një copë dras me 2 fije elastiku të hollë dhe me një krane thanet dhe po të vun gishtat e vuna dhe notat këto sikur a çiftelia dhe po luajsha me ta. Kur pava se tingulli po delte, sikur në çifteli, mora çiftelinë e vëllezërve dhe fillova që 5 vjeçe, gishtat e parë i vëna në çifteli dhe vazhdova dhe të këndoja me ta, këngë të ndryshme, e vogël, po talenti kishte dalë. Dhe vegla e parë ka qenë çiftelia. Mas çiftelisë kam përdorur lahutën dhe lahutës nuk jam nda asnjëherë. Plus vazhdova dajren, çifteli, lahut, dajre, për lahutën nuk domethënë e vesha më të parën e më. Kjo më pëlqen shumë. Edhe është instrument për burra, si thonë, por ka dalë drejta si burrat, si gratë, si djemtë, si vajzat të kenë të njëjtin, domethënë barazi, e njëjta barazi. Dhe unë lahutën nuk ndroj mas një lloj veglit. Jo pse është e lashtë, jo pse është trashëgimtare, por se është e dashtën shumë për mua. Edhe është një vegël shumë e rrallë që është shkuar deri degradimit. Po fillon mu harrua. Edhe unë them, u bëj edhe thirrje rinis, ta përçojmë, ta çojmë edhe më në lahutën. Të kemë shumë lahutarë, të kemë shumë lahutare. Jo të mesin vetëm me mua.
Pra, si që ceke edhe ti vetë, kjo është një pasion i trashëguar brez pas brezash, apo jo? Dhe më thënë, familja nuk të kanë penguar që të meresh me këtë pasion, por të kanë shtyr akoma më shumë. Ja, familja gjithë kanë artista dhe unë s'kisha ka me dalë. Ata gjithmonë kanë qef edhe tesh që unë teci sa më shumë për paran, sidomos me lahutën. Atëherë, sa është e vështirë për një grua të afirmohet në këtë fushë? Ju vetë, a keni hasur pengesa gjatë këtij rrugtimi? Po, disa pengesat vogla kam has, po ja kam kalua. Jam, dhe me thonë, ta din të tanë, se unë jam shumë e zonja. Bile kur kam pengesa, kur shë se kam pengesa, bëhem shumë ma e fort. Atëherë, në cilat mund të jenë ato pengesa që ju vërtet i keni kaluara? Mund të na cekni ndonjë prej tyre? Pra, e kam fjalën në angazhimin tuaj për t'i rënë lahutës apo të gjitha këtyre instrumenteve tjera që janë këtu përpara nesh? Edhe tesh ka, që jo, janë burrat s'kanoj me ra, gratë s'kanoj voj me ra, mentaliteti. Edhe te pak ka pas disa gjanat vogla kanë, por anashkalohen. Unë po jeci për paran. Disa po erdha nga koncerti i Nan Terezës, sot në intervisto, nesër jam një koncert tjetër ose një festival tjetër, dhe me thonë, lahuta jame nuk po resht se luet. Pra po i te i kaloni të gjitha pengesat si një grua që thua se jeni shumë e zonja. Mirë, atëhera, mund të na tregoni se sa është e vështirë ruajtja dhe mirëmbajtja e këtyre instrumenteve? Pra si i mirëmban ti të gjitha këto instrumente që ne po i shikojmë sot këtu? Unë i mirëmbaj sepse dhe me thonë çdo javë, çdo fundjavë, marrë i rifreskoj. Dhe me thonë, u bije ka pak të tanave dhe i kam, si me thonë, si ushimin. I kam gjitha parasysh dhe nuk mund të prishet asnjë, sepse kur u bjen, dhe me thonë, çdo javë, kur u bjen të tanave, se janë 26 instrumentat në nërshëm, për që me i pa duken edhe instrumenti vogël, por edhe unaza shumë e vogël, ari, ka vleftën shumë të madhe. Edhe këta instrumentat vëllë, por dhe me thonë në folklor ka nivel të lartë. Janë shumë të kërkuar. Shumë mirë, atëherë mund të na thoni në cilat aktivitete, festivale apo evente, manifestime të ndryshme keni marrë pjesë dhe si ka qenë mikpritja nga ana e publikut dhe sigurisht duar trokitjet e tyre? Unë, dhe me thonë, ka 22 vjetë e gjys që jam në skena dhe edhe në shkolla kam kanë ma përparen, pa ato nuk i kam marrë parasysh, unë kam marrë parasysh të që jam me lahutar, me rapsotët të mloj, me instrumentista, dhe me thonë, shumë të talentum, dhe këta 22 vjetë e gjys, unë di se kam marrë pjesë që nuk mund të numroj ato evente që i kam kanë, por momenti ma i bukur ka kanë, kur kam kanë në Bruxelles, që nga ka ftua vlaj, Gjovalin Nunaj, aja është instrumentist, dhe është shumë i talentum, edhe ka pa marrë të Balkan Trafiku, ka pa marrë të drejten, që për 5 vjetë të tërheq grupe shqiptare, dhe ka marrë nga jugu, nga Shqipnia e mesme, dhe nga veriu, në 3 pozicione. Dhe ne kena zanë venin e parë, dhe me thonë krejt familja, Gjok Nunaj, është Agja, aj si rapsot, si lahutar, me Kang Maja Krahu, 2 vëznit, edhe instrumentat tjerë se kemi pa dalë me grupin Tradita. Grupi Tradita është u hes nga vlaj Gjithë Nunaj, dhe unë me lahuten dhe me kang, me orkestër ma folklorike edhe popullore, sepse bashim të dy gjanat. Edhe Gjovalini ka dalë shumë, dhe me thanë, kena marë si Shqipni, kena zanë venin e parë në 5 shtete. Dhe jena da shumë të knaqën, që ishte hera parë që po mërnin pjesë. Dhe Shqipnia, ku ka shqiptarë gjithkon, ne kena nërua. Pra ju kanë duar trokitër dhe ju kanë pritur sa më mirë. Gjithkon ku marë pjesë, edhe kur isha në logën e bijshve të kjo, tash heret, dhe me thanë, është shumë e frest, edhe gjithkon kam pas dur trokitje të jashtë zakonshme. Nuk më interesën çmimi, më interesën, dhe me thanë... Pjesëmarrja juaj. Pjesëmarrja, po më interesën edhe... Dashuria që kanë publiku për ju. Atëherë ne duam të dim gjithashtu për interesin e të rinjve rreth kësaj trashëgimie të bukur të Shqipërisë së Veriut dhe a punoni ju me të rinj? Pra ka interes që ata të vinë te ju dhe ju t'ju mësoni se si duhet të luajnë me këto instrument? Kjo është, dhe me thonë, ajo pengesa që në nalon të mos ushtrojnë askush, sepse ka disa gjana që unë po edhe nëpërmjet internetit
nëpërmjet Facebookut, po baj thirrje që të ketë rini, vajza, djem, të ushtrojnë lahutën, plus instrumentave tjerë, nga që unë i ushtroj, edhe mune me i mësua, për këtu është puna që unë kam një diçka që munohen me manalua, mos me ushtru asun lahutën, pa le me jam tjerëve. Malësia madhe duhet të ketë një vëmendje shumë të veçantë, edhe Ministria e Kulturës në Tiranë, që unë të jem, dhe me thanë, një trashëgimtar, të kem trashëgimtar tjerë, jo në familje, por unë jam brez i vogël i familjes, por të ketë trashëgimtar. Edhe nga brezat e tjerë të Malësisë së Madhe. Duhet që unë të përparoj, të ecë përpara, e jo të më ndalohet drejta e këngës. Gjithashtu edhe kjo pyetje pra ka Por një unë jam të lidhje. ndalua, jam të ecë përpara. Ashtu duhet. Kemi edhe një pyetje e cila lidhet pra dhe me këtë pjesën e të rinjve. A mendoni se duhet bërë sa më shumë promovime të kësaj tradite të bukur në mënyrë që të ruhet ky art dhe të përcillet edhe tek brezat e ri që po rriten në një frym tjetër të muzikës? Pra duhet të bën sa më shumë promovime këtu në Malësinë e Madhe veçanërisht. Patjetër që duhet sa më shumë aktivitete, sa më shumë të ushtrohet instrumentat folklorik, sepse dal nga dal po fillon, domethënë, modernja dhe folklorikja po fillon mu na shkalua. Të rinjt duhet sa më shumë që të ketë edhe nëpër shkolla mu hap çdo instrument që të jetë folklorik, të fillu të dajra, të zëmarja, të brini, të bylbyli, të sistra, të këto instrumentat e tjerë, të rrotofujka, dhe këto kanë atë pozicionin e vetë, është shumë dashtën edhe shumë e rahatshme me mësua. Dhe duhet edhe shkollat me tërhik, dhe me thanë më ba si lanë mësimore, edhe lahuta që është kryesorja, sepse pak ka pak, do eliminua, po pak ka pak, po mjetin veç një lahutar ose në dy lahutar, shumë pak ina, shumë pak. Bela për me i po në skenë, mund dalin një dy, mund të ketë ma shumë, se unë 5 jena në shpiteme, por jo që janë të i ra për ditë, janë vetëm unë. Kuptoj. Atëra mund të na tregoni diçka nga përvoja juaj në luajtjen e lahutës që ka qenë më mbreslënsja për ju, pra diçka që ju nuk do ta harroni kaq lehtë. Ndonjë ngjitje jotja në skenë që vërtet të ka lënë përshtypjet më të mira, të cilat ti nuk i harron asnjëherë. Momenti më i bukur, domethënë në çdo moment që unë kam marrë pjesë, që jam laureruar me çmime, me kupa, me gjana, domethënë kam jam dashur me të kënaqur, por vlerësimi ka qenë kur parlamenti shqiptar në krye Tiranën ka ardhur të gjithë në Shëngjin dhe në mënyrë të papritur nuk kam digja kur më kanë bë ftesën, më kanë thonë kemë ardhur veç prezent me rroba kombëtare, me xhublet, me lahut, edhe thjesht atë nuk kam digja se unë kam më marrë çmimin. Vetëm unë jam dekoruar me çmimin fundi art prej parlamentit. Aty është kanë momenti më kulminant që unë jam vlerësuar si lahutare në vitin 2014. Shumë mirë. Atëherë do të flasim pak edhe për veshjen tuaj tradicionale me të cilën ju ngjiteni në skenë. Pra për xhubletën me të cilën jeni paraqitur edhe sot në intervistë. Çfarë ndjesie të jep kjo veshje që simbolizon trashëgiminë e bukur të zakoneve malësore? Kjo më bën të jem krenare, të jem shqiptare, të jem gjithçka. Kjo është xhubleta që e ka punuar nana me dorët e veta, që ka dalë dhe nuse dhe ma ka trashëguar mua. Dhe kjo është 4000 vjeçare, është pranuar dhe në UNESCO dhe na jena shumë krenar me xhubletën. Dhe jemi me të vërtet jena shumë privilegjuar që mbaj edhe këtë veshje, po që mbaj edhe lahutën, po që mbaj edhe këngën kreshnike, të trija. Shumë bukur dhe vërtet ngjasoni. Dhe të trija më kanë shkuar në UNESCO bashkë me këngën, lahutën edhe xhubletën. Shumë mirë, atëherë ne përpara se të mbyllim intervistën, ne do të donim që ti të luaje instrumentin tënd më të dëshiruar, sigurisht që është edhe lahuta që e mbani në dorë, por edhe nëse keni dëshirë edhe ndonjë instrument tjetër. Që presim nga ju që ta luani për teleshikuesit e televizionit Bojnë. Lahutën e kam marrë për zemër dhe është mretnesha gjitha instrumentave, është edhe më e vjetra, 4000 vjeçare, dhe para kësaj asnjë lloj instrumentit që ekziston në botë nuk mundet me prit para. Ja.
Atëherë lumturie, ju tha se jeni ngjitur në shumë skena, jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë saj. A mund të na tregoni, a jeni dekoruar me çmime dhe cilat kanë qenë ato? Pra sa certifikata, dekorime, tituj mbani ju në shtëpinë tuaj? Unë 22 vite kam karrierë, 25 çmime kam. Një kam marrë 3-4 ditë dhe të thash momenti më i mirë është çmimi që më ka dhënë parlamenti. Edhe kupa kam marrë, kupën Gjoknunaj, takim Trabzonve, në 2023. Edhe është me marrë kupën e Arçtem. Edhe Arçën e kam vu këto, legendarin, Gjoknunaj. Është i paharruari, do me thane ka kënë dhe është dhe kur s'ka për dikë, sepse zani ka nga Lahuta edhe Plisi Ba që ka shkuar në UNESCO, janë bashkë me ta atje në UNESCO. Dhe si Gjubleta, si Lahuta, si Kanga Kreshnike, si Plisi Ba që ne ka 3 ditë që nisme për UNESCO, për pranimin në UNESCO, si kur Gjubleta, atje i ka edhe Axha jem, zani ti, kur s'ka për të harrua. Atëherë, po përsa ju përket të sezoneve, cili është më i ngarkuari që të keme shumë ftesa që të vinë nga organizatat shoqërore, kulturore, pra? Po i ky shtatori edhe ngushti ka kënë, dhe me thënë ngushti që kaloi, kam pas shumë aktivitete. Edhe në Tuz, kisha 2 aktivitete, edhe këte i kam pas plët. Edhe janë ndjeshëm e kënaqen sepse a disi jam e kënaqen kur unë filloj e këndoj, deri që marroj në rreshtën e funit, dhe me thanë nuk e njeh zani gojës as kujt, as zogu i malit nuk bën za. Aja është një vëmendje shumë, një vlerësim shumë për mua, kur ai tjetri të ndëgjon me shumë vëmendje, sepse Kanga Kreshnike nuk duhet trokitje herë mas herët, sepse duhet vetëm ndëgjimi i tingulli, Kanga, zani, se si unë i bie, unë njihem shumë e kënaqur nga publiku dhe i vlerësoj shumë, kudo që shkoj. Shumë mirë. Atëherë ne këtu kemi dhe instrumentet të tjerë që i keni sjellur me vete dhe do të donim të dinim të cilin nga këta ke dëshirë që të luash edhe diçka tjetër për teleshikuesit. Të gjitha bashkë janë 26, por unë po marrë në radhët parë, po marrë mas Lahuz, po marrë Sharkin e herë, pak vogël. Atëherë ishin këto tinguj shumë të bukur që përcolle këtu në këtë natyrë dhe ishte vërtet mbreslënëse. Atëherë lumturie, ne kemi arritur në fund të intervistës tonë, por si përfundim ne duam të dim se cili është mesazhi juaj që do të përcjellnit për të rinjtë në lidhje me ruajtjen e këtyre relikave dhe vlerave vërtet të çmuar që na bëjnë të jemi krenar. Mesazhi im është për të rinjtë. Ju lutem, si në Shqipëri, si në Kosovë, si në Tuz, të rinj, të reja, të lanë internetin, të lanë çdo gjë që është e pavlefshme dhe të merren pak me instrumentat, si me vallën, si me lahutën,
si me Qiftelin, me Sharkin, me Dajren, pak me u argëtua edhe më ba pak, dhe me thanë se është një vlerë kombëtare që ndëron shqiptarin, gjithë shqiptarin të merren me pak instrumenta. Dhe është një argëtim, një kënaqësi në zemër, dhe me thanë, çdo smundje që ka njeriu, vetëm muzika mundet me ta hiq. Por kjo është edhe instrument, por është edhe argëtim, është edhe shlodhje shpirtërore, edhe kam që një shumë mirë nga ana e vetit, por që krenon edhe shqiptarin gjithkund. Faleminderit shumë. Faleminderit prej teje. Shikues të nderuar, ishim në një intervistë me instrumentisten nga Malësia e Madhe Lumturia e Nonaj, e cila për televizionin në Boin u shpreh në këtë intervistë për rrugtimin e saj në lidhje me xhubletën tradicionale, por edhe me instrumentet që ajo luan kudo që është ngjitur në skenë. Ju falenderoj dhe ju që na ndoqët dhe së bashku do të ritakohemi në intervistat e radhës.